ndryshohet një mënyrë e qeverisjes nga njerëzit të ardhur në pushtet me votën e blerë ose të vjedhur, përmes së cilës pastaj u pasuruan grupe të caktuara interesi, me anë të korrupsionit, keqpërdorimit të të nderve dhe forma tjera të paligjshme. Nuk është e lehtë të ndryshohet një qeverisje e cila përmes premtimeve, kushtëzimeve, presioneve, bile dhe kërcënimeve ka instaluar drejtues servil të institucioneve, ka punësuar njerëz servil, të cilët edhe atëherë kur i shohin padrejtësitë nuk kanë guxim të ngrisin zarin kundër tyre. Pozicioni dhe roli i gruas gjithmonë është përballur në luhatje. Historia dëshmon se sa herë që për gratë është krijuar mundësia për të shfaqur talente, ato kanë luajtur rol më tepër aktiv. Sot jemi në një moment tjetër ku femra nuk duhet të pret nga dikush të krijojë mundësi dhe hapësirë, sepse në Kosovë gratë janë gjysma e popullsisë dhe roli i saj në të gjitha proceset ka një rëndësi të veçantë. Të merresh me bujqësi do të thonë ti qasësh vetë problemeve që i ka jeta, si në familje, shoqëri, komunë e deri te nivelet e ekonomisë së shtetit. Ti qasësh bujqësisë do të thonë të lidhesh me kushtet elementare të jetës, siç janë toka, uji, drita, gjësia dhe ajri. Komuna e qytetarëve dhe ajo e përbashkëta natyrisht që duhet jetë solidare. Nuk mund të kemi jetë të përbashkët, po që se nuk bashkëveprojmë dhe po që se nuk i ndihmojmë njëri tjetrin. Pra ndihma për njëri tjetrin, bashkëveprimi me njëri tjetrin, i institucionalizuar në për rregulla, ligjet dhe praktikat e komunës, e shndron komunën në komunë solidare. Solidare me qytetarin e vet dhe nxitse e solidaritetit mes qytetarëve.